Fluksi i shtuar i bashkëdhetarëve dhe turistëve i kombinuar me zbatimin e sistemit të ri evropian Entry-Exit System EES në kufijtë e zonës Schengen ka shkaktuar pritje më të gjata në shumë pika kufitare drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Sistemi i ri, i cili regjistron elektronikisht hyrjet dhe daljet e shtetasve të vendeve të treta përmes të dhënave biometrike, ka rritur kohën e kontrollave kufitare, veçanërisht për udhëtarët që regjistrohen për herë të parë. E ditët e fundit, mërgjimtarët tanë që janë nisur drejt Kosovës janë përballur me pritje të gjata deri në 10 orë në kufirin Kroaci-Serbi. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës konfirmoi se pritjet e gjata janë shkaktuar nga sistemi EES, teksa njoftoi se situata është stabilizuar dhe qarkullimi po zhvillohet pa vonesa të gjata. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës përmes ambasadës së Republikës së Kosovës në Kroaci, dje gjatë ditës ka qenë në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet kompetente kufitare, të cilët kanë konfirmuar se ngadalësimi i përkohshëm i qarkullimit ishte shkaktuar kryesisht nga zbatimi i sistemit Entry-Exit System, që ka sjellë procedura shtesë të kontrollit kufitar. Ndërkohë, fluksi i shtuar i udhëtarëve gjatë ditëve të fundit ka shkaktuar pritje dhe vonesa në disa pika kufitare, veçanërisht gjatë daljeve nga Kosova drejt vendeve fqinje. Eksperti i sigurisë Drizan Shala thotë se qytetarët duhet të kenë durim gjatë këtyre pritjeve, pasi sipas tij kontrollet dhe procedurat janë në funksion të sigurisë së tyre. Ky sistem për tani mund të krijojë kolona, mund të krijojë pak knatësi në pikat kufitare, por që në fakt i shërben pikërisht sigurisë së vendeve të Bashkimit Evropian. Prandaj në këtë segment do duhet që të kemi durim dhe nikosisht ta akceptojmë pikërisht krijimin e këtyre kolonave, por që në fakt ky sistem mund të shërbejë edhe Kosovës në të ardhmen nga këto databaza që të përfitoj në mbledhjen e informacioneve, ndoshta për kërcënimet e radhës apo të ardhmen që mund të përdoren nga individët që tani më kanë kaluar në sistemin EES. Përballë fluksit të shtuar gjatë sezonit veror, institucionet kërkojnë nga qytetarët që të planifikojnë me kujdes udhëtimet dhe të informohen paraprakisht për gjendjet në pikat kufitare.